Allah, 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 Allah. Ata gjërim farzët e Ramazanit, do të thonë ka dikush që ka qenë i smur në Ramazan dhe dhe nuk i ka plotësu Ramazanin, do të thonë kalon Ramazani ka 1 javë, ka 5 ditë, ka 6 ditë, ka 2 ditë, ka 3 ditë borxhe për Ramazanit. Tani bëhet pyetja, ata agjëroj ato ditët e Ramazanit që më kanë bet, a të vazhdoj me 6 ditët e Shevalit? Kjo është pyetje që zakonisht i bën njerëzit. Shikoni, kjo është temë ose kjo është një çështje diskutabile midis dietarëve. Do të thonë që dietarët e kanë diskutuar këtë çështje, ata agjërohen ditët e Ramazanit që kanë bet, atë vazhdohet me 6 ditët e Shevalit. Do të thonë këtu ke mendime të ndryshme dietarësh që duhet respektohet secili mendim. Personalisht jam që secili mendim duhet respektohet dhe secili mendim i dietarëve duhet vlerësohet. Pavarësisht se cilin mendim ti e merr, pavarësisht se cilin mendim ti e merr, duhet respektohen sepse janë mendimet e dietarëve të cilët janë bazuar në Kur'an, të cilët janë bazuar në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash edhe herë e theksoj pavarësisht se çka mendimi ti përmbahesh, mirë po duhet respektohen mendimet e dietarëve që mos bëjmë huti midis njerëzve. Atë çka kemi ne për obligim, kemi për obligim me tregu njerëzve mendimet e dietarëve të cilët janë bazuar në Kur'an dhe në Sunet. Tani, ata gjërosh 6 ditët, më falni, ata gjërosh ditët që të kanë bet për Ramazanit, atë vazhdosh me 6 ditë e Shevalit. Mendimi i parë i dietarëve është që thonë jo, duhet ta gjërosh farzet e Ramazanit që të kanë bet, pastaj vazhdon me 6 ditët e Shevalit. Ku bazohen? Bazohen atë në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, kështu e kanë kuptuar, i cili sallallahu alaihi wasallam thotë men sama Ramadan thumma taba sitta min Shawwal, kush agjeron Ramazanin dhe pason me 6 ditët e Shevalit, do të thonë këtu dietarët e kanë kuptuar, do të thonë që ti akoma se ke plotësuar Ramazanin, ti akoma se ke agjeruar Ramazanin, ndërsa profeti alayhi salatu wasalam thotë kush agjeron Ramazanin. Ky është një mendim i dietarëve të cilët thotë jo, farzi është përpara sunetit, sepse agjerimi i Ramazanit është farz, kurse 6 ditët e Shevalit thonë janë sunet dhe farzi është përpara sunetit. Dhe kjo është një prej mendimeve të dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve, çka thonë? Mendimi i dytë thotë jo, mundesh ta agjërosh 6 ditët e Shevalit dhe ti njetin e ke, njetin inshallah e ke, qëllimin e ke që ti agjërosh edhe ditët që të kanë bet të Ramazanit, sepse thotë ditët e Shevalit, muaji i Shevalit është i shkurt, domethënë është një muaj dhe njeriu nuk ka shumë hapësirë. Dhe nëse njeriu shikon vetin e vet që unë nuk mundem ta agjëroj edhe farzet e Ramazanit që më kanë bet, edhe 6 ditët e Shevalit, unë nuk mund t'i arrij dhe nuk mund t'i agjëroj, atëherë thotë çka të bësh? Agjeron ditët e Shevalit, pastaj inshallah me lejen e Zotit ti njetin e ke që ta agjërosh ditët që të kanë bet për Ramazanit, duke u bazuar në hadithin ose në atë çka transmetohet që Aisha radhiyallahu anha, gruaja e profetit alayhi salatu wasalam, i ka pas lënë plotësimin ose agjërimin e ditëve të Ramazanit deri në muajin Shaban. Deri në muajin Shaban, Allahu Teala alem. Tani nëse do kishte qenë patjetër, domethënë që patjetër e ka pas që ta agjëroj ditët e Ramazanit pastaj Shawalin, kjo është mendimi i dietarëve, thonë, nuk i kishte lënë Aisha radhiyallahu anha deri në muajin e Shaban. Domethënë tu ka hapësirë. Tu ka hapësirë dhe secili njeri do shikoj vetin e vet. Nëse kam pak ditë të Ramazanit, i kam 1 ditë, 2 ditë të Ramazanit që i kam borxh, dhe agjeroj këto 1 ditë, 2 ditë, pastaj vazhdon me ditët e Shawalit. Nëse ka njerëz që kanë shumë borxhe, domethënë mund të kenë 10 ditë, mund të kenë 8 ditë, mund të kenë 9 ditë për Ramazanit, thotë, ta agjeroj 10 ditë, 9 ditë, pastaj vazhdoj Shawalin, është mundim për mua dhe nuk mundem t'i agjeroj, atëherë i shkojmë mendimit dytë, i cili agjeroj ditët e Shawalit me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelalu, pastaj njetin e ke, ti agjerosh, ti kompensosh ditët që të kanë bet për Ramazan. Shiko, këtu flitet për ato që të cilët kanë vazhduar me agjeru dhe nuk kanë mujt me
nuk ka mund me i plotsu 6 ditët, a më kupton? Po. Kjo është. Për çështjen për shkakun që njeriu është i smur, smundje kronike, smundje të vazhdueshme, Zoti i shërof, Zoti ja largof secilit, ti edhe në Ramazan, që është farz, nuk je obliguar nëse ke smundje të tilla. Pse? Sepse Allah Azza wa Jalla thot shumë qartë në Kur'anin Kerim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Nëse jeni smur ose jeni në udhtim, atëherë agjëroni me mas. Domethënë, smundja është një prej shkakeve ose faktorëve që e lën njeriu që mos ta agjërojë. Më kupton? Pra nuk e ke Po. obligim nëse je e smur, smundje e cila nuk ose ta pamundson faktikisht agjërimin. Po. Ne Po flasim ja këtu për personin fjalë, farzet. domethënë. Shiko, më fal. Ne flasim këtu për farzet. Pastaj synetet është edhe diçka edhe më tjetër, më kupton? Kur Allah Azza wa Jalla ka lehtësuar te farzet, dhe te synetet nëse s'ka njeri mundësi, le yukelifullahu nafsan illa wus'aha, Zoti nuk e obligon ose Zoti nuk e rëndon kërkënd për te mundësisë që ka. Sa mundësi ke, aq të kërkon Allahu subhanahu xhella xhelal. Tani, nëse ti ke dëshirë të flakt, nëse ti kush ka dëshirë të flakt me agjëru, ka dëshirën e flakt për shumë ibadete me i bë, innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat janë sipas niyetit, nëse njeriu vërtet dëshiron që të bëj një vepër, bëj një ibadet, po nuk ka mundësi fizike, ndoshta nuk ka mundësi financiare të shkoj dikush në haxh ose të shkoj dikush në umre, atëherë kjo kthehet te i Madhi Zot xhelle xhelalu, Zoti e shpërblen njeriu sipas niyetit vet. Nëse njeriu e ka pas niyet me shku në haxh për shembull, po financat nuk i ka, shëndetin nuk e ka, ama dëshirën e ka të flakt, niyetin e ka të flakt, qëllimin e ka për hir të Madhit Zot xhelle xhelalu, dije që i Madhi Zot i shpërblen njerëzit sipas niyetit mbas të hadithit profetit alayhi salatu selam, innamal a'malu binniyat, vërtet veprat janë sipas niyetit. Unë jam e sigurt Allahu Teala alam, çdo kush që ka niyetin e pastër për një vepër ta bëj për hir të Zotit, mirë për arsye sebepe, shkaqe të ndryshme, nuk ka mundësi ta bëj atë vepër, dije se i Madhi Zot xhelle xhelalu do t'ia japi shpërblimin, atë qëllim që ka pas Zoti i Madh inshallah do t'ia japi. Allah e din më së miri. Pyetje tjetër që zakonisht hasin dhe ka njerëz të tillë që thonë për shembull, un kam agjëru, kam filluar të agjëroj ditët e Shevalit, mirë po vetëm 3 ditë ose vetëm 2 ditë ose vetëm 4 ditë munda ta agjëroj për efekt se kam qenë në udhtim ose për shkak që kam qenë në udhtim ose për shkak që kam qenë smur, nuk munda ta kompensoj dhe nuk munda ta agjëroj. Shifni, e para gjë, njeriu nëse agjëron 2 ditë, 3 ditë, agjëron 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, Shevalit inshallah shpërblimin e ka aq sa ka agjëru. Mirë, por nëse ka pas arsye, për shembull, udhtimi ose arsye që ka qenë i smur, për efekt smundjes nuk ka mund ti agjëroj këto 6 ditë, inshallah me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu, shpërblimin e ka të plot. Inshallah shpërblimin e ka të plot. Pse e ka shpërblimin të plot? Ka hadithet profetit alayhi salatu wassalam, thënjet profetit alayhi salatu wassalam, ose ashtu siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, thotë idha marada abd au safar, domethënë nëse njeriu smuret ose është në udhtim, thotë shpërblimin e punëve Allahu subhanahu xhelle xhelalu do t'ia japi ashtu siç ka qenë i shëndosh, ose siç ka qenë për shembull në vendin ku ka net ose në shtëpinë e vet. Domethënë nëse njeriu është i smur dhe për shkak të smundjes nuk mundi ta kompensojë dhe për shkak të smundjes nuk mundi ta agjëroj 6 ditë, por i ka agjëruar 5 ditë ose 2 ditë ose 3 ditë varësisht, atëherë inshallah shpërblimin e ka të plot të Allahu subhanahu xhelle xhelalu mbas të hadithit profetit alayhi salatu wasalam. Nëse nuk ka qenë as i smur, as nuk ka qenë udhtim, mirë po aq ka dëshiruar ta agjëroj 2 ditë se nuk mund të ri pa bukë, nuk mund të ri pa cigare, nuk mund të ri pa kët, atëherë shpërblimin e ke për aq ditë sa ke agjëru, wallahu taala e di më së miri. Prandaj këto janë nafile, këto janë synete dhe është mirë ti marrim, është mirë të agjërojmë, është mirë ti marrim këto të mira që na afron Allahu subhanahu xhelle xhelalu, që të ngremi më tepër në shkallë, që të ngremi më tepër të Allah azza wa jall, që të kemi shpërblime dhe sevape inshallah të Allahu subhanahu xhelle xhelalu.